Sot dua të denancoj qëndrimin cinik të pashpirt të qeverisë Edi Ramës ndaj shtresës më vulnerabël, më të dëmtueshme, që është shtresa e pensionistëve shqiptarë. Rritja stratosferike e çmimeve e ndikuar thellësisht nga kriza energjetike ka goditur dhe godet çdo ditë e më shumë këtë shtresë të mashtruar, të injoruar në shkallë ekstreme nga qeveria. Do të theksoj se skema e bonusit e përdor në zgjedhjet e 11 majit. Pas zgjedhjeve faktohet një mashtrim i vërtet. Është e domosdoshme së pari dhe njëherë përgjysmimi i ngarkesës fiskale ose ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth. Sot qeveria nuk ka asnjë ulje sepse ka vendosur nivelin 220. Por problemi është se nga rritja e çmimit të naftës nga 1700 në 220, qeveria ka akumuluar ose akumulon rreth 80 milion euro në vit. Asnjë qindarë e tyre nuk është shpërndar as për pensionistët, as për qytetarët. Është e domosdoshme që shtresat në nevojë, bizneset e vogla, të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, një kompensim i cili i mbron, u jep mundësi pensionistëve të vazhdojnë jetën e tyre dhe u jep mundësi bizneseve të vogla të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë.